Nga Kamenica në Gjilan vinë plot me pasagjer. E në asiltas, taksistët e Kamenicës rrugën po detyrohen ta bëjnë vetëm. Kur shkojmë deri në Gjilan, atje i ke motor për Gjilan, atje i lojmë edhe policia dhe inspekcioni i komunës Gjilanit nuk na lojnë me marrë udhëtar për më kthy mbrapa për Kamenicë. Mos ekzistimi i një marrëveshje mes dy komunave që u siguron taksistëve të shkojnë e kthehen me udhëtar i ka dëshpëruar ata. Komuna Veltijës edhe Ferizajt, normal ata e kanë një vend caktuar atje pi komunës Gjilanit, edhe ata nuk i bojnë pengesë kur gjoja kanë si meren. Na kina provuar, kina kanë te kryetari këtë ma shumë se 10 herë. E gjobat që marrin nga inspeksioni janë të shumta. Madje ka prej tyre që mbajtën edhe burg. Drejtoria për shërbime publike që ka angazhuar inspeksionin po thot se një marrëveshje për të kthyer me udhëtar nuk ekziston, kështu që janë të detyruar të zbatojnë rregullat në fuqi. Prej andaj nuk kanë të drejtë. Është në mënyrë themi një drejtë rezervuar për komunat, këtë çështë pse mund të them që mund të jetë pak sa pa drejtë. Mirë po megjithatë randit e ligjit duhet respektohet. Por më i mirëkuptueshëm në këtë drejtim është shprehur kryetari i Kamenicës Begzat Sinani. Ai taksistëve që vinë nga Gjilani nuk u andal pasagjerët. Që e njëjtat e realizohet edhe për ata të Kamenicës, ai pranon se nuk është ndërmarrë diçka konkrete. Besoj këtyre ditëve do të gjejmë kohë që të bashkëpunojmë me kryetarin e Gjilanit, që të arrijmë një lloj marrëveshje lidhur me këtë problem. Veç komunave me këtë çështje po duhet të merren edhe policia. Ata asistojnë inspektorët sa herë ka nevojë në shqiptim gjobash e konfiskim veturash.